Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjitha. Ju përshëndes kudo që të ndodheni. Paçi një ditë të mbar, të bukur, realizime me shpirt dhe ecuri me ritëm zemre. Sot në studio unë jam së bashku me artistë të vegjël, por edhe me ata që i mëkojnë me dëshirën për artin që i frymëzojnë. Nuk ka se tjetë ndryshe. Ecuria, suksesi, finalizimi dhe frymëzimi që jep një edicion i tillë ose një institucion i tillë, siç është konkursi Bilbilat e Vegjël në Shkodër këndojnë. Si vjet, edicioni i 30. Është një histori që shkruhet me shpirt, që shkruhet me punë, që shkruhet me përpjekje, që shkruhet me një dashuri të madhe dhe pasion, siç është puna në qendrën kulturore të fëmijëve në bashkëpunim me shkollat dhe mësuesit. Shkodra, për hir të së vërtetës, është një fidanishte e jashtëzakonshme e talenteve. Dhe këtë tregojnë gjithmonë rezultatet në ecuri, por të gjitha kanë një bazë, siç është puna me fëmijët. Institucioni i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia ka edhe në titull një emër të madh, siç është Kujti Malia. Por edhe vazhduesit e punës së tij, të cilët po me atë ritëm i japin një frymëzim të jashtëzakonshëm kësaj skene të madhe. Edicioni i 30 kishte karakteristikat e veta, u finalizua jashtëzakonisht bukur, vetëm të drejtohemi disa shifrave, e mendojmë se çfarë rrugë dhe pune ka ecur deri në finale. 1200 solist dhe finalizojnë 24. Unë i quaj të gjithë fitues. Por gjithsesi, unë sot në studio kam ftuar solistët e vendeve të para, së bashku me drejtoren e këtij institucioni, zysh mësuesen, atë që ju frymëzon, atë që ju jep forcë, kurajo, që edhe kur ju bën vretje, ju bën me atë shpirtin e bukur të artistes, Orieta Kelaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën dhe faleminderit gjithmonë që na pasqyron punën tonë. Kjo është detyrë në radhë parë, po është edhe kënaqësi e jashtëzakonshme. Si të mos jetë kënaqësi kur dalen aty. Dhe unë e di që ke vitet tona që i ban këtë përveç profesion edhe mision për me transmetu pikërisht vlerat e këtyre fëmijëve që do të jenë e ardhmja e artit. Kaq e mrekullueshme, kaq fisnike. Unë sot kam një këtë studio të madhe, unë do prezantoj vetëm panelin e parë, sepse më pas do vinë mësuesit, dhe në këtë panel të parë, bashkë me zysh Orin, janë edhe fituesit e vendeve të para. Janë edhe fitues të tjerë dhe siç e thash edhe më herët, fitues janë të gjithë ata finalist që prekën mbrëm dhe parmbrëm skenën. Sjara, më falni, Sjara Toska. Sjara, sa mirë që u prezantove vetë. Është fituese e vendit të parë në kategorinë nga koshti deri në klasën e 3. Urime. Dytën. Deri të dytën. Jo, Sjara është në klasën e 2. Po ti ke fituar edhe me ata që janë në klasën e 3, në këtë grup. Urime. Faleminderit. Bravo. Ke kënduar një këngë shumë të bukur. Ajër, do të na shpjegosh më vonë. Po këtu kam edhe një vis sulishti që është fituese e vendit të parë në këngën qytetare. Ke kënduar një këngë të mrekullueshme, një këngë që është e kompozuar nga i madhe Zef Çoba, të cilën profesorin e përshëndesim me shumë respekt. Djali kumbars. Urime. Faleminderit. Do flasim bashk për ecurin tënde, por sepse tani dua të prezantoj Dion Bushgjokën, këtë artist, këtë yll në ngjitje, që mbrëm ka këndu një këngë shumë impenjative, që titullohet Beautiful Things. Beautiful Things. Bravo. Po
së bashku me ne është edhe një vend i parë që përfaqëson grup moshën nga klasa 7 deri në të 9-ën dhe ky është Davis Zefi. Përshëndetje Davis, madje ti ke shumë motiv për të gëzuar sepse ke fituar 2 çmime në këto finale, apo jo? Po. Urime, Mon Amore e jotja ishte shumë e bukur. Do vinë më pas edhe mësuesit që kanë drejtuar koret, sepse ky edicion kishte disa karakteristika të veçanta, apo jo? Po, atëherë u mendu në këtë 30 vjetor të kishte diçka ndryshe. Dhe sigurisht edhe kërkesat e fëmijëve me vite ndryshojnë. Fëmijët kërkojnë më shumë. Një planifikim i mirë, absolutisht bashkëpunimi me gjithë mësuesit e muzikë, sepse gjithë pesha e organizimit të natës të parë ka qenë pikërisht në durët e mësuesve të muzikës, dashamirësia, gatishmëria për me i dhanë mundësi fëmijëve. Nata e parë mblodhi 9 formacione korale dhe 8 bilbila të vegjël, sepse u mendu që fëmijët tonë t'i edukojmë me këngën qytetare. Fëmijët tonë të rriten, të edukohen dhe të bëhen interpretues të mirë të këngës qytetare, që kur të shkputen nga qendra kulturore, ato e kanë këtë si pasuri të vetën, sepse vetë kënga qytetare është pasuri dhe pikërisht pra nata e parë mblodhi 9 formacionet korale, të cilët dolën në skenë dhe 8 solistë, të cilët erdhen nga mbi 40 fëmijë që ishin pjesëmarrës. Por me që ishte hera parë dhe ne tentuam pra që të kishim vetëm këtë grup për shkak edhe të 30 vjetorit që detyrimisht na ishte nevojshme dhe pjesa e spektaklit. Nata e parë, them drejtën, ka pas shumë impenjim, por kur ato hallkat e zinxhirit funksionojnë si duhet, absolutisht gjithë shka do të shkojnë mirë. Vetëm mrapa skenë kanë qenë pra natën e parë 1400 fëmijë. Dhe ti menaxhosh nuk është dhe është fal bashkëpunimit me shkollat, pra fillimisht me zyrën vendore arsimore, me institucionet arsimore, me drejtorit pra e shkolla e institucioneve arsimore dhe sigurisht me mësuesit, sepse komplet ai qelsi i suksesit janë mësuesit. Gjithmonë fëmijët i kanë atë part, por fëmijët dojnë kujdesin dhe menaxhimin e duhur. Unë do të isha t'ju përgëzoj për këtë zinxhir hallkat e cilës siç duket kanë funksionuar shumë mirë. Sepse të menaxhosh një numër të tillë nxënësish qoftë edhe në prapa skenë është vërtet një diçka e jashtëzakonshme. Por dua të vë theksin në atë masivizim që ju keni arritur të përfshini në këtë edicion, por edhe në curinë e tij edhe të mëhershme, një numër kaq të madh fëmijësh, gjë që do të thotë i keni dhënë mundësie çdo fëmijë të me prek skenën. Kjo është diçka e madhe. Dhe sido që një fëmijë të ecë në jetë, ai patjetër do të ketë tharmin e atij emocioni që ka fal skena, dëshirën për të këndu, por edhe atë sens artistik që merr nga ky institucion, apo jo? Ky është edukim. Sigurisht. Fillon pikrisht, kena pas fëmijë që kanë prek për herë të parë skenën e teatrit Migjeni. Dhe të mendosh vetëm tek kori i medresës Haxhishe Shamia, aty mbi, por rreth 100 fëmijë. Dhe 3 minuta është bë vetëm spostimi i korit, pra hyrja në skenë dhe dalja në skenë, duke fillu që nga klasa e parë apo dhe kopshti. Që nga klasa e parë dhe deri në klasën e 9. Patjetër do të ndalemi në panelin e dytë në formacionet korale, por unë desha të shtoj edhe për një vlerë tjetër. Në vlerën që ka tek spektatori, një shfaqje, një konkurim, një festival i tillë. Ndjes. Salla e teatrit Migjeni e mbushur thak më thak. Do t'ju kishte zili. Do t'ju kishte zili çdo organizator, çdo shfaqje, nuk dua të gjykoj asnjëherë, askënd,
por do t'ju kishte zili për Njëshmëria të fëmijët dy net me radhë. është gjithmonë më e madhe. Dhe rreth 6 orë program keni dhënë në skenë, pothuajse 3 orë çdo natë, të 2 netët. Kjo është një vlerë shumë e madhe në atë çfarë sjell arti. Mirë, zyshori, natyrisht kjo finale nuk erdhi në ditët ose në 2 javët të fundit. Është një punë e jashtëzakonshme prej muajsh. Është një punë që fillon nga muaji dhjetor me shpërndarjen e platformave në shkolla, fillimisht nga grupi i punës, por edhe nga bashkëpunëtorët tanë, u pa pak me një lloj jo mosbesimit, por një lloj friget, nuk ishin të bindur, sidomos tek formacionet korale, që do të mrrinim deri këto. Ishte një sfidë. Sfidë po e marrim, por fal bashkëpunimit, pra ne e morëm, finalizum një natë të veçantë. Që në dhjetor me shpërndarjen e platformës ku vendosen pra të gjitha ato kërkesat tona, dhe në muajin janar mësuesit janë në punë gjatë gjithë kohës, pra nuk është që presin atë finalizimin e ardhjes, por punojnë që në fillim të vitit, sidomos me pjesën e solistave, sepse është investim që gjithë këto mësues bajnë në shkollat e tyre. Pjesa tjetër, në janar qendra kulturore ne kena prek këtë vit të gjitha pjesën më të madhe të njësive administrative. Kemi shku vetë në gjitha shkollat dhe ka pas prurje rreth 200 fëmijë kanë ardhur nga njësitë administrative këtë vit. Po kështu në Shkodër e dim që fëmijët punojnë rregullisht me mësues me shumë eksperiencë. Pra është një punë 5 mujore për të finalizuar ato 2 net që spektatori shkodran, por megjitha këta fëmijë kanë marrë. Sepse janë kujtime që mbesin. Dhe i thash shumë mirë, të gjithë janë fitues. Për mu jo vetëm finalistat, por edhe gjysmë finalistat që kanë prek skenën e teatrit Migjeni, janë fitues. Përderisa kanë mrit nga i numri i madh fëmijësh seleksionuar. Unë tashti dëshiroj të ndaj emocionet me këngëtarët që janë fitues. Si keni përjetuar këto momente të bukura? Mi që Dioni e shoh që është gati të përgjigjet, po e lajm fjalën atij. Tashmë skena për ty është një mikesh. Ndjenja që kam pas kur kam dëgjuar këngën ose emrin tim, herën e parë tami që kam marrë vendin e parë, ka qenë shumë mirë. Edhe kishte gjë e gallat se mami para se të filloj performancën ose para se të filloj finalja, po rrinim në ditë bashkë dhe po i thosha shpresoj që të marrë një çmim. Edhe tha, kjo është për mu knaq. Edhe i kam thënë të shumë vite keni thënë Linda, përshëndetje. Edhe hala s'kam marrë çmim. Prandaj i këtë vit unë jam shumë i gëzuar edhe shumë mirënjohës që ma kanë dhënë një çmim, edhe që është një çmim që e kam dorë shumë. Edhe kam prit për me marrë një çmim si çmimi i parë. Bravo. Unë ta them këtë, jo vetëm se je një artist, je një këngëtar shumë i mirë, por je edhe një djalë kaq i mirë. Kaq që flet me një sinqeritet ashtu siç duhet. Bravo. Si të ka thënë mami, kjo është për mu knaq. Dhe unë besoj se ky është një mesazh shumë i bukur për të gjithë pjesëmarrësit. Kjo është për mu knaq. Fëmijët duhet të kënaqen me artin, me këngën, me atë çfarë paraqesin, apo jo. Po mirë, ishte sfiduese ajo kënga jote, si e zgjodhet atë këngë? Sepse nuk zgjodhet diçka të lehtë, apo jo? Në për fazat çerk finale, gjysmë dhe finale, unë çerk finale kam pas një këngë krejt tjetër, shumë ndryshe që ka qenë In the Stars, po mendova që përvedi vokali, për mu nuk mu duk shumë i nalt, ose shumë që mune me atë sa mune me bo. Ti mundesh ende më shumë, prandaj zgjodhe. Po, unë i thash vetit mune me dhe më shumë, bravo. Që zgjella këtë këngë, se ishte më shumë sa ja dhe... Cili është ai momenti mundesh me këndu?
Është herët. Se i shumë i zotin. Ti e këndon. Pjesën e refrenit. Cilën të dush ti? Please stay, I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful things that I've got. Please stay. Çfarë melodi e ke more, Bravo, bravo. Mezi që pret të flas Sjara, që është këtu më e vogla, është në klasën e dytë. Dioni është në shkollën Branko Kadia dhe unë e përshëndes këtë shkollë për pjesëmarrjen. Shumë bukur. Kurse Sjara është në shkollën ABC me Filesha. Urime. Ke zgjedhur këngën Ajër, po këngë shumë e madhe. Ti Sjara je vogël, do rritesh, do bëhesh ende më e madhe, po si e mësove të këngë? E kam mësuar nga Edeni. Eden Dani? Po. Bravo, po si shpërndahet eksperiencën fituesja e vitit kaluar në kategorinë e dytë. Të frymëzoi Edeni, Po. Po mirë, ishte e vështirë për ty të realizoje? Sepse kënga ka një shtrirje deri në akute, deri në alt, si? Jo, nuk ishte atë shumë. Ti ke marrë pjesë edhe herë të tjera? Po. Po më thuaj, ku ke marrë pjesë? Tek Bilbila 2 herë. Edhe? Këtë herë edhe vjet. Edhe vjet. Edhe ke marrë, je dalluar dhe ke marrë çmime. Mirë, kush të ka ndihmu për me mësu këngë, për me përgatit? Mami më ka mësuar pak. Masanej të ka mësu edhe mësuesit pa tjetër. Duke bërë prova. Duke bërë prova. Po si të shduk me kënun në atë skenë të madhe, ku të gjithë sytë ishin tek ti dhe ti se kishe problem? Nuk e kisha problem, vetëm kur delja kisha pak marre. Emocione. Po ai fustani e që bukur të bënte si princesha, po ja? Po. Edhe performanca ishte e mrekullueshme. Ajër, duha pak ajër, si është ajo? A mund ta këndoj? Po ti, mikrofonin këtu e ke? Sa pak e folur me mua, nuk më pyeta jam e lumtur. Dëshira gjurmët e tua, i bësy do të gjej, s'ke humbur. Bravo, 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 je artiste. E ke këndu çdo mëngjes edhe herë të tjera para se të shkojë në finale, gjatë gjithë ditës të vinte në mendje kjo këngë, si do të këndoj etj etj, e kishe kështu këngë me vete gjithmonë. Po, bësha prova me mësuese Norën. Me mësuese Norën e përshëndesim apo jo? Mësuese Nora është pjesë e qendrës instruktore në qendrën kulturore të fëmijëve dhe me gjithë fëmijët është punu. Përshëndetje për të gjithë mësuesit, një respekt i jashtëzakonshëm. Mirë, ti këtë çmim edhe ke vendosur diku atje në dhomën tënde dhe mbram para se të flije e fshive pak atë kopertinën për ta parë, për ta përshëndetur, Si ishte? Po, dje kam fjetur me të. Kjo është zyshore, kjo është ajo piknisje që ndes shkëndia për dëshira shumë të mëdha, apo jo? Me lanë kujtime të këto fëmijë. Dhe sigurisht që gjithë artistat që e kanë fillu pikrisht në këtë konkurs apo në festivalet ndryshme, për ne të rritunit është mision që të këto fëmijë me lanë gjurëm. Pra Sjara është vetëm klasën e dytë dhe thot kam fjet me kupen. Sepse përjetime që ne lajmë të këto fëmijë, ne, në mundësi që ne japim, si institucion. Por edhe si njeri, sepse nuk ka fëmijë që nuk ardhë këtu edhe thot e përshëndesim zyshorin. Unë jam mësuese prej 22 vjeç edhe puna me fëmijë është profesioni më i mirë i mundshëm që mundesh me pas njëjtë. Njerëzor në radhë të parë.
unë nuk e di, por vërtet gjana shumë të bukura, të cilat shënojnë, por edhe që janë së bashku me këto fëmijë në çdo fazë. Ju kishi realizuar si spektakël edhe mesazhet e atyre që kanë qenë fitues, disa prej tyre, dhe që në fakt kanë jeturi të shkëlqyeshme. Sepse në 30 vite është e pa mujtun me mbrit dhe me I përmend të gjithë. Dhe them drejtën, edhe historiku I bilbilave nuk është aty ku duhet. Prandaj edhe thirrja që u bë nëpërmjet Ketlinit dhe Noelit si prezantues mram në sallë, që sigurisht do të transmetohet edhe nëpërmjet valve të RTS Shkodrës dhe më tej, ishte pikërisht na krijoni mundësinë që të krijojmë një historik. Pra ne kemi disa fitues të disa vendeve nëpër vite, por të mendosh se si fitues, si jo fitues, bilbilat e vegjël Shkodrës këndojnë, kanë nxjerrë gjithmonë kampion, gjithmonë fëmijë, dhe edhe kur janë rrit, kanë pas atë vulen e Shkodrës, pikërisht të bilbilave. Dhe prandaj ishte edhe kjo, u përgjigjen ato që ne kishim pranë Shkodër, se tentum, ose pjesa e përshëndetjeve nëpërmjet videomesazheve. Ata që arritëm me kontaktu për një kohë, sepse unë thash puna ka fillu që në dhjetor, edhe me pjesën e spektaklit, sepse sjellja e mesazheve nga këto fëmijë, çdo detaj I përgatitur me kujdes. Po, ishte pikërisht për fëmijë dikur, ishte për këto fëmijë të sot, që këto do t'jenë në vitet e ardhshme. Ju do jepni video mesazhe. Këto do t'vinë me na knu direkt aty, patjetër. Ku do që t'jeni? Kush e di se ku jeni, po unë ne shpresojmë të jeni këtu. Shpresojmë që t'jeni këtu. Nivis Sulishti, kjo këngëtare mrekullueshme që këndoi me një muzikalitet dhe me një frazë të shkrirë deri në molekulën e fundit të asaj gjallëse që quhet këngë, e që është e përkryer tek djali Kumbarës, është këtu bashkë me mua, megjithëse ka marrë pjesë në 2 netët finale, urime edhe një herë Nivis, dhe do të më thuash ato ndjesi që ngjalli për ty pjesëmarrje në këtë edicion. Si fillim faleminderit për urimet. Kanë kënë emocione të jashtëzakonshme. Ishte hera parë që I përjetosha për çmimin e parë. Jam shumë falënderuese sepse është një finale arritur me punën që kam bërë. Nxënëse cilës shkollë jeti? Dituria. Besoj se edhe përzgjedhja këngës mund të jetë e menduar dhe e konsultuar, apo jo, mund të më thoni diçka? Po diskutim, përzgjedhjen e këngëve çdo vit që unë marr pjesë në konkursa është Zysha e muzikës, Viola, cilën e përshëndesim. Viola që do vi këtu pas pak. Është mbështetja eme më e madhe, të përfshi edhe familjen, edhe është gjithmonë ka temin, ajo më zgjall këngët, edhe vetëm fal punës saj, po lodhen me mu, jam sot këtu ku jam. Ti ke marrë pjesë edhe herë të tjera. Çdo vit. Klasa e parë. Ke marrë edhe çmime të tjera, por te kënga qytetare je e para si vjet. Çfarë ngjall kjo në atë dëshirë për ta lëvruar më tej, sepse është shumë bukur që jo vetëm të këndojmë këngë me diapazon, këngë sfiduese, këngë të mëdha, por të kemi edhe këtë nektarin ton. Shumë emocion I bukur, edhe jam shumë e lumtur që e kam fitu unë këtë vit, sepse është viti I parë që është kjo mundësi, edhe është dyfishi emocionit e tjerë. Tashti unë në këto momente përfitoj nga rasti të drejtohem edhe çmimeve të tjera, sepse dua të përshëndes me lejen tuaj zyshori, sepse institucioni është I juaj dhe gjithë aktiviteti juaj. Për këngën qytetare, çmimi I parë Nivis Sulishti, me këngën Djali Kumbarës, çmimi I dytë për një këngëtare po të jashtëzakonshme, Yasemin Çaku, me potpuri këngësh popullore. Çmimi I tretë është një këngëtar që I thuhet 2 herë emri në çmime dhe e kam këtu dhe do ta prezantoj tashti. Është ky djali këtu, Davis Zefi, si atëherë të thënë të dua.
urime Davis. Dhe çmimi inkurajues përsëri një yll i vogël në ngjitje, Hera Hoxha, kur bie fylli e çiftelia. Është diçka shumë e bukur, apo jo? Dhe ne po I përshëndesim të gjithë sepse ato janë aty në atë habitatin e fituesve të këngës qytetare. Urime, urime, urime. Faleminderit. Davis, ishe përgatitur shumë mirë, apo jo? Si ishe përgatitur, kush të ndihmoi, si përzgjodhe këngët, sepse I e 2 herë fitues, edhe në këngën qytetare, edhe në interpretuesit. Të më thuash diçka. Ti përfaqëson shkollën? Zemra Krishtit. Edhe si e more kurajon që të konkuroje edhe te kënga qytetare edhe tek interpretuesit e këngës. Mu gjithmonë ka pëlqyer me kënu që një moshë shumë e vogël, kështu që kisha shumë qejf që të merre pjesë në të dyja konkurset. Po mirë, kishe ndonjë luhatje ose dikush të tha, mor Davis, shiko mon amor, ose shiko këtë këngën e profesor Zefit, apo të nxitën që ti e për të dyja, jepi. Unë nxitën që jam për të dyja. Dhe ti e përgatitur. Jam përgatitur me mësuesin tim të muzikës, që më ka ndihmuar në këtë rrugë tim. Që quhet? Pascal Maka. Pascal Maka. Mirë, si ndjeve veten ti për krah këngëtarëve të tjerë, sepse për hir të së vërtetës konkurenca ka qenë shumë e fortë, apo? Unë njihem shumë I gëzuar që kam fitu, Po? dhe shumë falenderues ndaj jurisë. Jo, juris mos e përmend sepse juria ka qenë me sensibilitetin më të madh, sepse të gjitha meritat janë tuaja. Të gjitha. Dhe ne I përshëndesim edhe ata që nuk janë në listën e fituesve, por që kanë qenë aty krahas jush. Dhe po prindërit si të kanë mbështetur. Prindërit më kanë thënë që më vazhdo muzikën sepse është një dhënti që më ka dhënë Zoti. Që kur këndon ti, Davis? Unë kam zbulu talentin tim, ka një mësuesja e muzikës me zbulu që në klasë parë, po më ka pëlqyer me kënu që fëmijë shumë I vogël. Edhe mu të kujtoj diçka të mëhershme, ke marrë pjesë në konkurime të mëhershme? Po, kam marrë pjesë në Bibila që në klasë të dytë. Po këtë vit ke shkëlqyer. Po. Cila nga këngët të ka impenju më shumë, ose të ka pas atë sfidën më të madhe? Nuk e di, s'është se ka një këngë caktuar, po të gjitha këngët që më kanë pëlqyer, edhe kam një gjuhë për këngëtar tjerë si që kanë fillu karrierën e tyre, edhe më kanë dhënë një këngëtar që të frymëzon shumë? Nuk është se ka në një të caktuar, po më pëlqejnë të tanë këngëtarët. Po, shumë bukur. Mirë, në këtë moment unë dëshiroj të përshëndes edhe fituesit e tjerë. Dakor? Në fituesit e kategorisë së madhe, domethënë nga klasa 7 deri në klasën e 9, Davis Gjergji me Mon Amor, Wendy Livadi me Të rime dashurie, Alicia Jaku, Wendy çmimin e dytë, çmimin e tretë, Alicia Jaku me këngën Shaj, ndërsa çmimin kurajues Gabriel Goraj me Mon Amor përsëri. Kjo këngë ka rivalizuar. Në kategorinë e klasës 4 deri 6. Siç e tham është Dion Bushgjokaj, çmimi I dytë është Idana Boshi, çmimi I tretë Yasemin Çaku, e mrekullueshmja me 2 çmime, dhe në çmimin inkurajues Joela Mustafa me Zhetem. Bravo, urime. Tani sjara të them fituesit e kategorisë tande, sepse duhem t'i përshëndesim. Njeh ti prej tyre? Jo të gjithë. Po cili nga këngëtarët të ka bërë më shumë përshtypje që e ke pëlqyer më shumë? Ke ndonjë? Po. Cili? Hera Hoxha, bravo, e përshëndesim. Është çmimi I parë është Sjara, çmimi I dytë është Hera Hoxha. Çmimi I tretë është Evelin Mukaj dhe çmimi inkurajuese Lisara Dashi. Një mrekulli. Unë e di që ju nuk ndaleni. Ju do të vazhdoni, është kështu apo nuk është? Më thoni. Do merrni pjesë përsëri? Po. Besoj.
Shpresoni. Po që tani Mira është që fitusat me ardhë si të ftum. me ardhë si të ftum, sepse pastaj e vendos këtë standard mësuese Mirë do ori, t'ishte, jo. për t'i lënë Asnjëherë fëmijëve nuk i myllet rruga ose nuk i hiqet e drejta e konkurimit, por kisha me thanë, ato që fitojnë, për shembull Siara është viti i dytë rrallazi që merr çmimin e parë në kategorinë e të veçelve. Pra mirë do t'ishte këto janë fitus. Pra në këtë vit e kanë marrë. Vitin tjetër është krejt bukur me arë si të ftum special. Ju e kishi dhënë këtë praktik, sepse Klevi Kapeta dhe Eden Dani ishin që pikërisht që hapen edhe natën e dytë pra të finales. Të afirmuar tashmë. Po, ishin të ftum, Përshëndetës. Përgatituni dhe si të ftum, se jeni gjithmonë standard, apo jo? Gjithmonë kur ndodhen brenda kategorisë. Gjithmonë kategorisë. Kur të dalësh ti nga kategoria, do hysh në kategori tjetër dhe do startosh prapë, apo jo Siara? Është kështu? Bravo. Mirë, ju falenderoj dhe me shumë respekt këto karrige, tashti do t'ja lëm mësuesave të nderuam të përgatitjes së këtij edicioni. Janë 4 nga këto mësuesa, të cilët janë dalluar në ecurinë e grupeve të tyre korale, janë vlerësuar dhe natyrisht kanë historinë e tyre. Zyshori, mendoni se materialet që kanë zgjedhur këto nxënës janë sfiduese, janë pak më pretendente për moshën e tyre? Mendoj që po, në disa raste po. Kjo gjë i penalizon apo i jep përmasa më të mëdha mjeshtrisë të tyre? Do të kisha thënë që kjo gjë ndoshta nuk i barazon, sepse duke marrë dhe vështirësinë e një këngë të caktuar, edhe publiku, edhe juria janë të prirur për me pa shkallën e vështirësisë të këngës, por sigurisht që ka vend gjithmonë për rregullime. Ju i leni vend të lirë pjesëmarrësve, por sigurisht që do të ketë, sepse ne primën mbyll me një edicion, por duke pa dhe duke menu për edicionin e ardhshëm, se gjithmonë më pëlqen më tepër me vu ato, nuk po them mangësit, po ato pikat që vlen për t'i rregullu, sepse pjesët e mira shfaqen gjithsesi, por mu më intereson për me pa ato mangësi dhe qa mundena me korrigju. Edhe ajo që sa po thash për çmimet, për fitusit, besoj që është një sugjerim i bukur. Është diçka që duhet me menu. Respekt shumë për këtë vazhdimsi perspektive që kur mbyllet si pari. Besoj që kena nevojë me promovu vlerat e këngës të fëmijëve, sigurisht, dhe vlerat e këngës fillimisht shqiptare. Kena këngë bukra pa fund. Dhe pse mos jetë një edicion vetëm me këngë shqiptare. Por nuk ne ka takun këtë ditëlinje të 30, besoj që viti i ardhshëm pjesëmarrësit do të ketë me këtë lançim, besoj se marrin një frymëzim për të përzgjedhur këngët në vjueshmëri dhe t'i bajnë ata të tyre. Dhe tani të nderuar ndjekës të programit ton, siç e shihni, studio është konfiguruar me pjesëmarrësit e tjerë me shumë respekt. Unë ftoj mësuesit si një forcë, si një mbështetje, si një punë e jashtëzakonshme, si një kontribut i vyer, mësuesit që janë paraqitur në finale me koret e shkollave. Mësues Pascal Maka, mirëmëngjes, mirë se erdhe, urime. Fitues i çmimit të parë me korin e shkollës Zemra e Krishtit. Po. Urime. Mësuesja e mirë njohur, sepse ju jeni të mirë njohura, keni një ecuri dhe një përvojë të jashtëzakonshme. Nadia Gaj, Medresea Haxhishe Shamia. Urime. Faleminderit. Po aq e mirë njohur, mësuesja e pasionuar Viola Paçrami Puka. Përfaqësuese me shkollën Dituria.
Edhe po ashtu mësuesja dhe këngëtarja sopranoja Diana Bilali me shkollën ABC Nekilezha. Urime për çmimet që keni marrë dhe për paraqitjen. Është shumë e rëndësishme paraqitja sfiduese pjesëmarrja e fëmijëve, që do të thotë një punë e jashtëzakonshme që është shtrirë në një mas të madhe fëmijësh, dhe ky është një edukim i jashtëzakonshëm. Apo jo? Mësues Paskali ta ka lënë vendin të parë jo vetëm sepse i vetmi mësues këtu, por edhe fitues i vendit të parë. Ishte shumë bukur të përgatisje korin dhe të gjitha këto kore fituese ishin numerike. Por kishte bërë dhe një performancë, si keni, e mësuat, ishte një këngë shumë komunikuese që ju e zgjodhët edhe si material. Unë në fakt për mua ishte kënaqësi sepse ishte hera parë këtë vit që shkollat do të konkuronin dhe do të përfaqësosin vedin me koret, që është një vlerë që standard i ri dhe duhet thënë që falenderoj drejtoreshën Orieta Kele që futi këtë standard, këtë frym të re për gjithë shkollat e Shkodrës mu përfaqësu me koren, sepse kori është një vlerë shumë e lartë dhe është një punë më impenjative se të punosh me një solist. Të bësh një grup fëmijësh të njekun dy dur dhe të këndojnë gjithë së bashku unison ose me zëra, është një arritje shumë e madhe dhe kjo duhet të praktikohet çdo vit sepse rrit vlerat dhe përgatit edhe këngëtar solista më të mirë kur janë në kor. Përveç asaj ju keni kërkuar ose më tepër keni kërkuar ende më shumë sepse ju i njihni nxënësit tuaj, por keni pa kualitetet të cilat mund të tingëllojnë në një formacion të tillë. Dhe kjo ka bërë që puna juaj të jetë edhe një laborator, apo jo, mësues Senadi. Ju këtë e keni një praktikë të vazhdueshme, me sa shoh, sepse ju ndjek. Është e vërtet, unë nuk kam qami ushtu fjalëve të paraardhësve. Kori nuk ka ardhërsisht aty, sepse faza parë ka qenë që kanë ardhur gjithë ata që kanë dëshirë me kënu. Mendojnë kanë ardhur stafi që në kulturore, ku kanë bërë dallimin se kush është për me vazhdu faza tjera. Dhe aty ka qenë elementi. Përveç individëve që kanë konkurruar mbi bilbilat, ka kanë pjesa që jo nuk i kam largu, veç në individ që u dallote zëni dukshëm që prish punë. Mos mes kjo, ata bilbila që kanë marrë pjesë në konkurs, që nuk kanë fitu, unë i kam lënë prapë të kori. Edhe një farë stimulit, me ja frukta fëmijë. Kjo konkurimi i koreve zgjati i fije. Edhe ato kishin frikë se nas kena me kënu, s'kena fitu drejten me dalë në konkurim. Edhe unë bashkë me ta. Por që se i kisha shok e mish, por nuk dosha mi të razu, dosha me marrë vetë një uftimi. Edhe ata rishin për jetë më pyt, a kena fitu? Kur erdh një uftimi, zimi tyne. Pra të thoshin, a kena me marrë dhe në pjesë. Për ata fëmi që s'kishin fitu të bilbile, jeni thash një atë. A shumë emocionuese kjo fjalë mësues Senadi. Një psikologe, një mësuese e afërt, por që shpreh edhe dëshirën dhe frymëzimin që kanë fëmijët, apo jo? Po, sigurisht. Me thënë drejtë një nër ëndrat e mia kur kam help me ndar shkolla nart, kam pas të jem dirigent të korit, sepse kishte premisa që për piano, që vokal, edhe stil dirigjorial të zyshe më të shkëlqyera dhe më të talentuara. Zysh dushi thoshe je për kori, se po më vjen rralla me drejtu i korit 65 vjeçe, kur nuk thot ja. Edhe kjo risia, jo, edhe me thënë mos sa vit me u plotsu një dëshirë, edhe e mora me ta në qef. Edhe falenderoj drejtorin edhe drejtoreshën që mi hapi dyert në kryesalla për me ba një bashkim fëmish. Normal që u pështet atë për statuzit e bilbila që kam shqus këtë ronja 30 në fazën e parë, ato që sfitunin i lash stol për mi held në kori, edhe të tjerë që kanë marrë pjesë në për fazat e ndryshme të bilbilave. Unë kam një parim, edhe i falenderoj prapë ata drejtuesit e mi që më kanë vu qysh klas parë me ba muzikë, në shkolla 9 vjeçare nuk është nga klasa 6 deri te klasa 9, si proces e planit mësimor. Edhe duke e njohur fëmijën qysh klas parë, ke mundësi
me zgjidh elementa se fëmijën po se zgjove, po se ka me dorë, e rrim, zani ti rrim I fjetën, nuk zbulohet. Edhe kështu që Kjo është mësusja. Unë kam praktiku pra filloren më shumë, sepse filloria ushqen mas ne rritet dhe ke bazë me qa me performu në kori, Masi solisat klasin vetë, qof klasa 9, qof klasë parë, kur jetë bjen zoti edhe I fije dora mësusit, ata rrinë performanca shumë të bukura. Kështu që është një punë, detyri qener, se sa do me knu unë aty në shkollë, sala, skena, qenera, është që janë institucione tjera që t'japin mundësi mas ne për me performu edhe për me përfaqësu zanin e ti të bukur edhe në fund me marrë dhe çmime. Biles, unë përdori për sallat, kam I këtë teori që se u mërzishin disa prindë, normal, se janë në pozicionin e prindve. Më falë, të knoj fëmija jot në një skenë teatër, a ke mujti me ba vetëm atë punë, pa institucionin, kur. Prandaj, merri pozitivitetin që ky fëmijë kënon në skenë, që në tanë këtë numër fëmish nuk kanë fatin me kënon teatër. Bravo. Edhe në shkollën tonë, që mund kena kenë shumë vajzat mia, nuk kena pas fatin që kena mërë shkollën muzikë me kënu tanë teatër. Që që është privilegj. Edhe këtë drejt mësuse, këtë drejt e u zbuqin I fije. Pra, se është I fije dhe rrugtimi, pra, jo vetëm 4 muret e shkollës. Jo vetëm 4 muret e shkollës. Me kënu teatër, me gjeni, është privilegj. Artistik. Privilegj artistik. Edhe falenderojmë institucionet që na drejtojnë edhe na japin mundësi për me performu këto fëmijë në skenat ndryshme. Diana, urime, keni punuar ashtu siç ju e dini me shpirt, por edhe ti keni tingëlluar bukur, keni pasur momente me dyzane në korin tuaj, por që gjithsesi është një hap I jashtëzakonshëm, I mrekullueshëm të organizoni fëmijët e ABC-s dhe në Kilesha dhe t'i sillni në skenë, apo jo? Patjetër. Unë tash nuk kam që shtoj këtyne kolegëve të mi, janë folën gjithçka rreth punës që bëjnë për korit e për edukimin koral në shkolla, nuk është e lehtë me punu me fëmijë me kora. Ka probleme, po ne mësusat nga klasa parë, siç e thonë edhe këto, deri në klasën e 9, mundohena që t'i shkojmë afër të dëgjojmë veshin muzikor, t'i praktikojmë, t'i grumbullojmë, edhe njëkohësisht t'i dallojmë nga nxënësit e tjerë. Jo gjithkush mund bëhet këngëtar, ka veshin muzikor. Tentojnë dikush edhe ato që nuk kanë qefe, kanë dëshirën për me marrë, po I them vetë nuk arrin dot me këtu. Them fal aktiviteteve që në kulturore, fal aktiviteteve që bën edhe zyra e arsimit në Shkodër, na ka dhënë mundësi që të realizojmë këto aktivitete shumë të bukura. Unë si vjet u habita kur thonë që do kënoj me kori, me një kënaqësi e madhe kur punosh me kori. Vendosa me marri këngë për nanën. Për nanën? Nanën e mërdashur për mua edhe me dy zëra. E ishte një këngë shumë impenjative për të cilët mesazhet tek nanat në spektator, po. Të spektatori dhe e pritën shumë mirë. Perfekt nxënësit, edhe nga bilbilat që kanë marrë pjesë tek konkurrimi nga faza e parë, edhe deri në finale është si ara sot këtu të pranishme. Këto janë mësuesit që kanë pasion, këto janë mësuesit që kanë dashuri dhe për hir të së vërtetës unë dua t'ju përshëndes. Paskali është I ri, por edhe mësuesit janë të reja përderisa kanë këtë energji, por kanë një përvojë të jashtëzakonshme dhe kjo përvojë fillon që nga formimi I tyre në shkollën e muzikës edhe që shumohet me këtë dashuri kaq të madhe. Duam të përshëndesim edhe të gjithë mësuesit finalist. Veçoj Emona Kraja, Nora, Claudio Kodheli, Arben Jubani. Jo, mësus Beni, pra natën që ju keni pa, është mbështeti, është mësuesin tjetër, se është mësues e Lulka Mërkulej. Gjithsesi janë mësues të nderuar, mësues që japin shpirt aktivitetit. Më lejo vetëm diçka. Jo rastësisht janë mësues Paskali, mësues Nadi, mësues Viola, mësues Diana.
Dhe janë 4 shkolla fituese, 4 shkolla jo publike. Jo publike. Dhe këte, unë e di, du me falenëru Zëva Shkodër me drejtoren e mrekullueshme për tanë mbështetjen që na jep, jo rasisht është kjo. Sa rëndësishme është kur gjithë këto mësues fillojnë dhe profilizohen nga klasa e parë. Sa shumë i japin këto mësues fëmijëve duke filluar qysh nga klasa e parë. Sepse një mësues edhe në shkollat publike duhet, nuk është e thanur patjetër specialist. E mira do të ishte specialist i fushës tjetë, edhe për artet, edhe për sportet. Te sportet është tentu diçka, por kjo është puna pra. Në momentin që mësuesi specialist fillon, sepse siç thanë edhe mësueset, kur na vinë në klasë të 6 ne kena një fëmijë të formuar vokalisht dhe është shumë më vështirë mu latu për ose si me ndrejgj gabimet, me u fut në rrugën e duhur. Unë du mi falenëru shumë, jo vetëm mësuesat që kam këtu, por edhe ato që janë sot pranishëm, pa këto mësues nuk do të kishte mujtë mu ba. Jo për statistik, po për të menduar atë shumatore të kësaj skene, mësues Paskali, sa nxënës kishit në formacionin tuaj? 75 nxënës. 75 plus. Rekord. Të tregoj një detaj kur kena shku në që u ba një audicion, sepse duke pasur pjesëmarrje shumë, në një nga ditë ne kena shku në medresën Haxhi Shamia dhe ishte ai saloni ose ajo hyrja aty, nuk kishin të parum fëmijë që vishin, gjithë dhe të rreshtuam një mori fëmish, edhe mësuese Nadi me tanë dashëmirësinë e saj pra. Asnjëherë mi thanë që nuk ban, po i majmë shënim se thote. Mi mori bishënin i ta fëmijë që i morin. Me të jashtëzakonshme. Sa nxënës kishit ju, zysh Nadi? 85. Ja, ki pas ma shumë. Ki pas ma shumë, ki pas ma shumë, se i na ba 3 minuta. Pak ma shumë, po 45 për e kështu filmin. I jeni gjithmonë modest. Sepse 45 nuk kanë llogarit ato që i kanë pas finalista. Pra vetëm të korit. I lumt, bravo. Nuk faleminderit shumë. Sa bukur tingëllon, vetëm sepse mësuesit janë pasionant dhe artist në shpirt. Plus psikolog. Dhe të menosh merit që në 3 orët e spektaklit, sepse kanë edhe rreshtimi kanë koret e fundit me grupin më të madh të fëmijëve, kanë ndajt në pjesën mrapa. Dhe për ne e dim, përveç se s'kan pas spektaklin, të rish me kaq shumë fëmijë, duke i majt pa bazë gja, vetëm këto mësuesa munden me ba. Unë du me përmbledh gjithçka me një thënie të një vajze që rastësisht e dëgjova. Ishte këngëtare, mbrëm, konkurrente, u paraqit shumë bukur, pavarësisht se nuk u vlerësua me çmim, ishte aty afër. Nuk u qa, nuk protestoj. Vetëm tha, mësuese Ori, a je lehtë shumë? Kjo është ajo lera që lë edhe moralisht tek nxënësit, ai impenjim, ajo dëshirë e madhe që mësuesit jetë aty me nxënësit. Unë e di që pas nesër fillojnë provat për festivalin e fëmijëve. Nuk ka të ndalur. Ju thatë 5 muaj me bilbilat, ka të tjera, qendra kulturore, ka kampionatet e lojrave, do t'ju ftoj prapë si institucion, fjale artistike, e tjerë, sagjot e çdo fund viti që është bajnë. një maraton e jashtëzakonshme pune, po gjithsesi asgjë nuk ecën bosh. Këto bilbila janë baza e festivalit të fëmijëve. Dhe ajo që ju thatë, tentojnë këngën shqiptare, por dhe këngën e fëmijëve, është ajo standard që keni vendosur edhe në kompozimet për të ardhur në këtë festival. Janë shpallur 30 fituesi, si kompozitor. Një pjesëmarrje shumë e madhe, pra për gjithë bashkëpunëtorët e mi apo njerëzit që kanë vite që kontribojnë për festival, në festivalin Markomtar të Fëmijëve, nuk mahet mend kjo prurje me kaq numër të madh këngësh. Besojmë të jenë këngë të bukura që mbesin. Që mbesin, ajo është e rëndësishme. Kënga është e bukur atëherë kur rikënohet. Dhe ne kena një mundësi shumë të mirë në Bilbila për me e vu këtë standard që vetëm këngët e festivaleve të fëmijëve.
Gjë shumë e bukur. Dua t'ju bëj një pyetje të fundit sepse nuk mund të rri pa e ba. Është një energji e jashtëzakonshme, një punë, një kontribut, emocion në skenë, për te skenës, tek fëmijët, tek mësuesit, tek prindrit, tek spektatori etj. Mbaron klasa e nëntë. Bjen gongu, tim-tang, për kë bjen? Ku shkojnë këto fëmijë? Sa përgjegjësi është ti kultivosh dhe të zhvillosh më tej? Kjo është edhe një apel. Merit, edhe futja e këngës qytetare këtë vit nuk ishte pa qëllim. Sepse unë në bisedime edhe me qendrën kulturore Pjetër Gaci, që i zhvillon në ditën e trashëgimisë kulturore me 29 shtator, pra ne e di ma Hengu Shkodran, do t'jetë ky grup fëmijësh, por jo vetëm, që do t'jenë për shnec. Pra po ja them tanit kështu, nuk po e lanë në rrugë institucionale, por t'i hapim rrugë që përveç muzikës së lejtë që ndoshta ka pak ma vështirësi, prindi duhet vetëm privatisht për me i orientu këto fëmijë te kënga qytetare e kanë një derë të hapun, qendrën kulturore Pjetër Gaci, pra vazhdimësia. Sepse është shumë e drejtë, hallkat e zinxhirit aty është pikërisht që nena pritet. Sepse me gjithë të institucione kulture, këto fëmijë kaq të mirë, megjithëse unë i kam premtuar që e keni derën hapse, dhe unë jam një prej atyre fëmijëve që kam edhe vitin e parë gjimnaz, unë kam kaluar në shtëpinë e pionierit. Derën e kanë të hapun, por mira është që me marrë masa që këto fëmijë me të marru klasën e 9, mos me ndërprej aktivitetin, por të bahen pjesë. Shkodra ka shumë. Të realizojnë shumë mundësi. Po, kemi edhe qendrën rinore atelier, por specifika aktivitetet të muzikës me gjithë të fëmijët mirë që ka Shkodra, na ngushtojnë pak. Duhen aktivitete. Po? Se harru me falënderu, se po flasë në emën tonë. Po. Unë bashkë me shokët e mi, jena falënderus drejtorive të shkollave, që na kanë kriju kushte shumë të mira, luks do të mi thonë, për mu e për këta më besoj, për me punu me këta nxënës, me gjitha mjetet mësimore, muzikore, edhe për kohore, me për produktin, që sot jena i të këtë pozicion. Shkollat, sidomos shkollat tona, po flasë privatet, që japin një vlerë artit dhe dojnë me rrit kualitetin deri në maksimum, është një... Por mleni Pascal me thonë edhe diçka, ai që dën me punon, e gjen mundësin dhe punon. Patjetër kjo është. Gjithsesi. Ju jeni të mrekullueshëm që i çoni ato falënderime dhe ato vlera se pikërisht unë e thash. Por ai që dhe me gjetë kohën dhe mundësin e gjenë. Shpresojmë që shemulli jo vetëm i mësuesve të Rum që janë këto, por si thamë edhe mësuese Nora, mësuese Lulka, mësues Claudio. Claudio është mësuesi i arsimit fillor dhe e ka gjetë mundësinë me ato nxënësit e klasës tij, bashkë me mësuese Emonen, që është mësuesja e muzikës e shkollës në Cmazi, për me pru ato fëmijë. Modest, por në një mënyrë të mrekullueshme. Performuar shumë bukur. Njëri me kitar, tjetër me flaut, ishte një risi. Jashtëzakonisht bukur. Shumë bukur në realizimin e këngës Silana. Unë se kam ditë se unë herë tjetër më shumë kam harruar mësuese Noren, patjetër. Por në përfundim dua të përshëndes të gjithë pjesëmarrësit. Ne zgjatëm programin, po prepash pak për me fol për gjithë këtë punë të bukur. Atëherë le ta hedhim vështrimin të këtë gjithë finalistët. Më lejoni t'i përmend. Aimes Pelinku, Rona Bleta, Hestia Vuçaj, Prishila Puka, Amla Demushi, Eden Bushati, Siara Dashi, Gabriel Goraj, Arbias Halunaj, Joela Mustafa, Rozafa Maka, Livia Lumçi, Alisa Dashi, Irsa Mashi, Siara Toska, Yasemin Çaku, Evelin Mukaj, Idana Borshi, Hera Hoxha, Dion Bushgjokaj, Alessia Jaku, Nivis Sulishti, Wendy Livadi, Davis Zefi. Disave ju del emri 2 herë sepse kanë performuar 2 herë. Kori i shkollës Alilaçaj, Arbias Halunaj,
kori i shkollës Dëshmorët e Prishtinës, Alisa Dashi, kori i shkollës Branko Kadia, Devi Zefi, kori i shkollës Ndocmazi, Hera Hoxha, kori i shkollës Dituria, Irsa Mashi, kori i shkollës ABC Nekilezha, Yasemin Qaku, Kjo është e Medrezës, Yasemini. Jo, është koret edhe emrat e konkurrentëve janë të ndarë. Nuk janë të këtyre shkollave. Janë sipas radhës. Si keni përformuar natën e parë. Emrat e këngëtarëve nuk përfaqësojnë shkollat, përfaqësojnë vetveten në këtë sens. Kori i shkollës Maria Ndihmëtare, këngëtarja Meridana Brushtulli, kori i shkollës Haxhi Sheh Shamia, këngëtarja Nevi Sulishti dhe kori i shkollës Zemra e Krishtit. Urime, suksese, mbarësi. Faleminderit. Je shumë gojamël. Faleminderit. Jeni ju punë bukur. Faleminderit.